pjesën se gjoja ka gjatë që në postin e presidenti jap PDK-s, gjatë ditës sot në komunikim me kolegë, me njerëz të afërt me vetëvendosjen, u tha edhe një verzion tjetër, pra që gjasat janë po ashtu që PDK-ja të kërkoj një numër caktuar të ministrive në që t'ja votoj zotin Konjufca si president të vendit. Zyrtarisht gjitha këto janë mohuar, mos të harrojmë që ta potencojmë një gjë. Prandaj po them që janë komplet në kuadër të spekulimeve, muhabeteve që zakonisht i kemi ne mes kolegëve. Po a mund t'imagjinohet Kosovë kështu analizë kjo? Po natyrisht, a mund t'imagjinohet një bashkëpunim vetëvendosje PDK për presidentin? A është e pa imagjinueshme, po du me thonë, apo është normale nëse ndodh? Unë mendoj që nuk është e pa imagjinueshme, sepse shpeshherë ne kemi thonë edhe në raste tjera, në shumë elemente, ndoshta vetëvendosja më së afri mund të jetë me PDK-n në shumë gjëra, edhe nëse kemi parasysh disa prej njerëzve që ndoshta dikur kanë qenë pjesë e PDK-s, sot janë në vetëvendosje, edhe për faktin që brenda vetëvendosjes ka njerëz të luftës, kështu që nuk e shoh që pa imagjinueshme. Ajo çfarë mund bëni përshtypje sidomos te ky verzioni, ky spekulimi i fundit, po them është se për mu është paksa e çuditshme që PDK-ja ndoshta të pranojë një formë tillë bashkëpunimi, duke mos e marrë prap asnjërin nga postet kryesore